Mas me ndomi për nefsin. Se qëta petë që të ku të ka qitë për para. Qaj nefsi të ka shti, për shembull, të ka shty 10 vjetë si e falë, 5 vjetë si e falë, 20 sa më razi sabër. Qaj nefsi të ka murë shteturën me të këqia kur t'i llogaritave. Pse i beson e petë që nuk qënë që t'japë tënë? I ke besu njëre që ku t'ka qua tënë? Mos i besa mua tënë. Kur? Shejtani nuk din. Çka din shejtani? As gajb s'din, as ilm s'din, kur të zin, veç sherr din. Pe ka e din ai ku me sulmu këta e këta. Me anisës ai ketë një provu, ka një në desëm tonë si vjen ishte dikujt një vezvese mja qua pëtën. Te ti përron tonë shejtani se kush ku e ka të pësina pëtën. S'ka nevoj. Shejtani ka alat nefsin, ai ka lëzën, qëre, mos u lëdh me qëta pëtën. Ka këj aspekt është ka gjej fort, mësë në gustu. Mirë po, ligështi e ka me livdu di komparati për shamu. Me her ligët atën. Pse, dhe s'ka qef dikush mu livdu për atina, për e se aj mu livdu apë. Edhe lisë shëtane që sot në punu. E ka që dëpsi, e që shtë me radhë. Andaj thët Ibn Qayyim rahimullah, njosi ma i mirë, ishte me punë vapëtën. Thët Ibn Qayyim rahimullah, thët vjen shejtani të këbiri ademit, fe jeshumu minhu raihate, i merë qëti shpivenira, a pivenira ekstremist kësajde, a ekstremist kësajde. Këj njeri, a ka marak ma shumë me punu, apo dembel është? Qystja merë që është të që në vezvestat. Prandaj, në qofë se ti e mposht nefsin të nëpëtë, edhe e shkel, duke me ndu gjithë mund keqë, sa i këtu ka mundësi me pas, po unë e si besoj vetës të Allah. Njerëm kujtot, e kena pyet djetarën e madhë, njohë, Shekh Albani rahimahullah. A ban, kjo ka qenë pyetje drejt për drejt. S'po them që e ku ngun kaseta s'kush, po ka qenë drejt për drejt. E kena pyet Shekh Albani rahimahullah, hoq, të na nuk ka motra muslimane të kvalifikuar, kjo ka qenë viteve 96, 97. Të na nuk ka motra të kvalifikuara që mund me bot davet. Mi mësu gratë, Koran me lezu, mi mësu derse, s'ka pas. Edhe sa të ngjisat, paka. Edhe ato me detyrit limitume të kufizume ato. Si do qoftë, a ban për zarlat, as për qef se kem. Ta është që shkem qef na me ndreq ati që shkem qef me na u përgjigj na i një. A ban hoq përkosisht veç, që shtu kompjuter, përkosisht veç, dhe sot të mëson me mësuna dhe për dhe, pa perde, se me mësun ban, që shtu të shpikim për para. Ose me konë hoqja me një dhomë, ato me një dhomë më ndëgju zëri, s'prish pun kja, i po kjo ka qenë drejt për dhe, që atër s'kena pas mikrofona, as e kështë më ratë. A ban drejt për dhe, në gjami, ose ku do koft, ti për para të unë gjënë të 10 femna, 15, të është ti mësën dinë e latë asë. Ose në messenger, davet për i bëj, do të mi folë, nëse si flasën, kush i fletë? A ban, Shekhi, rahimahullah, që 60 vjetë i ka përsyn në hadith, ka thonë pejgamberi, ka thonë qështu i ka përë këtë jetë i ka shku të shtapër. A ban, qështu i ka shku këtë jetë, plus në atë ko, sa më i kështë e pa murë, 81 vjetë, 82 vjetë plakë. Qëka thë i ka? Në u ka përgjishtë, që kënë një që ka marrë është nefësin, praktikisht. Në përton Shekh Albani rahimullah, une s'kisha guzoft, e jo nuk e di, Allah. Prandaj, leja arsëtimet, leja ato të rëdime se tonë, davet në haram s'ka. Nuk ka davet në haram. Këtë me kënë regullat. Prandaj, mos më ndonë mirë për nefësin, kur apësën. A mirë me menu keq, e qatë del mirë, elhamdulillah. Se me menu mirë me dal keq është problem, apësën. Kjo është dobija është me menu keq për nefësin.